Pallatet parafabrikate të përqendruara kryesisht në zonat periferike të qytetit, të cilat kanë një jetëgjatësi të konsiderueshme, gjithnjë dhe më shumë po shfaqin probleme në drejtim të infrastrukturës së tyre. Ky pallat në lagjen 24 maj, identifikuar me numrin 1364, ka marrëçarje të fasadës së jashtme, por sipas banorëve kjo gjë ka krijuar problematika në brendësi të apartamenteve të tyre. Na shapur muri, tej që lart gjerë poshtë, ka ndalë telat. Mua, kur bie shi, më futet ujë brenda. Është gjëna. Që unë lonjat e kaq vjetë, edhe të shikoj ujin në cimendo, ja, shtroj do të asë një gjë. Është gjëna, po deshë të shikojnë. Banorët që jetojnë në këtë pallat, sidomos në katet e para, theksojnë se kanë frikë nga ndonjë shembje e mundshme e mureve. Po për mua rrezik është për ato mase nuk është lartë. Kupton? Se ka mënë mos më zë poshtë. Por banorët e këtij pallati janë të rrezikuar edhe nga kabllot e energjisë elektrike që janë të pambuluar dhe që kërcënojnë jetën. Ja do mbuloj atë unë. Po atë kush do ta mbuloj? Janë të rrezikshme. Vim fëmijët të lutem gjuna. Është gjuna ore. Se ja e zuri shiu erdhi u mbroj këtu. Sa herë kam parë këtej, i kam dal edhe u kam thënë. Është gjuna, vuri dorën këtu. Është gjuna ore. Çfarë të them? Duhet ta shikojnë edhe këtë. Vërtet, vete në bashki, vete në rajon, po mbaroj këtë punë dreqin taj, ose thuaj nuk e bëj. Është gjyna? Banorët kërkojnë zgjidhje nga institucionet vendore për këto probleme me të cilat ndeshen çdo ditë dhe që vendosin në rrezik shëndetin dhe jetën e tyre.